ruajeni veten tuaj dhe ruani fëmijët tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i xhenemit. Si me rujt, me vonë e imburoj, nuk është me vonë mburoj, jo, kjo është me rujt që me largu nga e keqja, me eduku, dhe me çun rrugën e mbar, me e këshillu, me i drejt afër, me u interesu qa bo fëmija, ku i kalon 24 orë, me qa meret, me qa smeret, dhe ti qëndrosh pranë si prind dhe të bësh punën tate si prind, atë punë që e ke detyrë para Allahu xhaleshanu. Si thot profeti alayhi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Gjithë secili për jush është bari për ato që kanë në veten e tij, dhe çdo kush për jush do t'japi llogari përpara Allahu xhaleshanu për ato që kanë në kujdesin e tij. Familja jote është amaneti jot. Familja jote është përgjegjësi para Allahu xhaleshanu për ty. Familja jote është hesap nesër para Zotit xhaleshanu. Ku ka më mirë se sa të lesh një familje të mirë, fëmijë të mirë, ose njerëz cilët do kontribojnë për ty, për familjen tënde, për vendin do të jenë dobishëm. E në momentin që u shkatru familja, u shkatru edukimi i familjes dhe rinis, filloi duke degraduar edhe vendi. Filloi duke degraduar ardhmja e këtij kombi. E kemi në dorë të gjithë neve që ta rregullojmë, edhe kemi në dorë neve të gjithë që ta kontrollojmë të ardhmen, duke bërë gjithë secili punën e tij në familjen e tij, me fëmijët e tij që janë e ardhmja e këtij vendi me lejen e Allahu xhaleshanuhu.